Procesi i emërimit të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë është futur në një ngërç institucional, duke detyruar presidenten Vjosa Osmani t'i drejtojë Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për sqarimet përfundimtare. Shkaku i situatës lidhet me numrin e propozimeve që kanë dorëzuar partitë parlamentare, të cilat, sipas presidencës, kalojnë parashikimet kushtetuese. Në këto rrethana, kreu i shtetit ka vendosur të pezullojë emërimet deri në një interpretim të qartë ligjor. Në qendër të debatit është lëvizja vetëvendosja, e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, e cila ka propozuar 3 kandidat për KQZ. Ky pozicion mbështetet në argumentin e peshës më të madhe parlamentare që ka kjo parti në kuvend. Por kjo qasje është kundërshtuar nga opozita. Partia Demokratike e Kosovës këmbgulse i takojnë 2 përfaqësues, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka propozuar një kandidat, duke kërkuar respektim strikt të formulës kushtetuese. Pikërisht, interpretimi i kësaj formule është thelbi i përplasjes. Sipas ekspertëve të çështjeve zgjedhore, përfshirë zërat nga shoqëria civile, modeli i Kosovës nuk bazohet në proporcionalitetin politik, por në përfaqësinë të barabartë të grupeve parlamentare. Kjo do të thotë se pavarësisht fuqisë elektorale, partitë nuk mund të tejkalojnë kufijtë e përcaktuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si organ kyç për organizimin e proceseve zgjedhore, përbëhet nga 11 anëtar dhe funksionon mbi një balancë të ndjeshme. Çdo devijim nga kjo formulë rrezikon të hapë debatet mbi legjimitetin e tij. Ndërkohë, afatet ligjore po afrohen. Sipas legjislacionit, në fuqi, përbërja e re e KQZ-s duhet të konstituohet brenda 60 ditëve nga certifikimi i rezultateve zgjedhore, duke shtuar presionin mbi institucionet për një zgjidhje të shpejtë. Në këtë klim, tensioni politik dhe juridik, vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës pritet të jetë përcaktues, jo vetëm për përbërjen e KQZ-s, por edhe për standardet e ardhshme të interpretimit kushtetues në vend.